Rikthehemi tani në studio, kemi edhe kapitenin Daud Maxhuni me të cilin do të diskutojmë për suksesin e skuadrës Vushtrisë. Faleminderit Daud që sonte me neve dhe e ke ndohur kohën për dëgjues të Radio Dugaxhinit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Kur arrit suksesi si ky, inkuadrimi në Super League, besoj është një farë lloj përmbushje edhe për ty si kapiten, por edhe për ekipin përgjithësi. Po, është e vërtet, pasi që Vushtria jeton me futboll edhe e kam thënë edhe disa herë, atje tifozët e përjetojnë ndryshe. Unë edhe pse jam fëmijë i qytetit të Vushtrës si atij klubi, gjithmonë ambicet janë më të mëdha. Edhe është kënaqësi pasi që tu i ditë rrethona, tu i ditë shumë çka që kemi përjetuar, është kënaqësi pasi kemi arritur në qëllim. U pa edhe në natën kur u dorëzoi trofeu i kampionit ligës parë, një numër i madh i tifozëve kanë stadiumin Ferke Aliu. Po e vërtet. Unë jam po mendoj po e përmendi se rroll shihen ato pamjen edhe në stadium kur është zhvilluar ndeshja lemo në fest. Do të më thek tifoz na kanë jetë ofër shumë, si para stërvitjes, si gjatë stërvitjes, si mas stërvitjes, për ndeshjen nuk diskutohet, po unë jam bëu kampion me Vushtren, më kam fituar Superkupën me Vushtren, është hera e tretë që inkuadrona Super League me Vushtren. Mirë, po atmosferë më të mirë, ndjen më të mirë se atë ditë natën e festës nuk kena përjetu. Pse e bën kaq të veçantë qytetin e Vushtrisë përpos dashnisë për futbollin? Çka e karakterizon këtë qytet? Që është shumë i afër me futbollin. Po ka pas shumë emra të mëdha futbollit që ndal prej qytetit të Vushtrisë. Është e vërtet, Vushtria ka prodhuar gjithmonë talenta, edhe na i kemi përjetuar ata. Unë kam pas rastin me pas trajnera që në kohë më përparshme kanë qenë legjendat Vushtrisë, është trajneri Besim Pantina, Isa Saderiu, Besnik Kollari, është tash ka dalë trajneri Armend, edhe na jena frymzu prej tyne, e kupton, është qytet që jeton me futboll, edhe tifozët e përjetojnë ndryshe aty, kështu që qyteti i vjetër është e karakterizon dashnia e madhe për sportin, sidomos, por veç aty për futbollin është diçka e jashtëzakonshme. Futbollistat që qëndrojnë me një ekip në periudhë gjatë janë në një farë forme në zhdukje, se po e shohim trendin e futbollit, lëvizjen futbollist është çështje ekonomike, e mirëqenies së gjithçka tjetër. Po ti ke vendos, po thuaj se krejt karrierën ja kushtuar një ekipi. Çka e bën një futbollist me qëndru me një ekip mos me lëviz shumë? Më ta thon drejtën, unë prej fëmijë kur kam filluar me vazhdu me futboll, e kam pas si ondër. Në atë kohë e kena përcil pak a shumë totin, po unë e kam pas si ondër me fillu me Vushtrin, me përfundu me Vushtrin. 2 herë jam largu pe Vushtrës, edhe ato nuk jam largu pe dëshirës tem, jam largu arsye ndryshme të kryesisë klubit kur janë ndryshu. Edhe unë e kam pas ondër me fillu dhe me përfundu me Vushtrin. Edhe nuk është lehtë. Më bu futbollist, sidomos në rrethonat futbollit Kosovës, nuk është bashkë e lehtë, pasi që kur kam filluar vitin 2001, në atë kohë mas luftës nuk ka pas kushte dhe bashkë të mira për me vazhdu karrierë. Shumë të vështira. Shumë të vështira. Unë e kam pas servit me 3 djemë të agjes të mi aty, edhe në atë kohë ka qenë 5 euro me bo pagesën mujore për servitje. Tani ndryshoj koha, u rret çmimin 1000 euro. Edhe një herë i kam kërku para babës tem, ka qenë në ai moment kur i kam lyp edhe unë e ju. Ata që unë tem edhe pa ta thonë se po na lypin pagesën me bo për Vushtre. Për me lujt. Po. Edhe kurse ajo ku njëna prej arsyeve që kam vazhdu edhe nuk ka qenë e lehtë, po fjalët e babës tem më kon këtu. Nëse të lejohet me çato kushte vazhdo. Për ndryshe ne i kemi edhe djemë të agjes, se kemi qenë bashkum, nuk mënëm ja dalë, në atë kohë ka qenë shumë vështirë. Po foli për vitin 2001-2002, mas luftës. Edhe kjo ka qenë njëna prej arsyeve që kam punu shumë. Ta thënë drejtën edhe... Tu e ditë nga ke dalë? Tu e ditë ka kum dalë edhe më të kallëzu drejtën nashta peshvizoj këtë rasti me kallëzu se nuk e kom cek këtë histori asnjëherë është hera e parë që peqeli këtë. Edhe në atë kohë nuk ka pas taksi me marr transport se qysh marrin tash në përshpia me kryesenet elementare. Te na e premte ka qenë ditë pazari. Edhe është hale vazhdon, edhe kanë qenë ato kolicat me rrota. Kolica me rrota, po, edhe me çu harçi njerëzve deri në shtëpi.
e kom pas një kapel si kjo për shta edhe mora, që mos me ditë baba jam, në atë kohë, edhe e kom nxjerr pagesën mujore çdo muj. Një muj kam dorë çdo të premte, kom nxjerr pagesën mujore për më bë futbollist. Edhe ja kom arrit jam krenar që kom arrit qëllimin tim. Unë në jetë nuk kom pas ambicie me përfitu prej futbollit në mënyrë materiale. E kom pas ondër edhe jam krenar që atë ondër e kom realizu, jam bë futbollist. Nuk e di ndoshta nesër mas tjetër përfundoj karrierën voshtre. Kjo është që mu më ka bëu më një krenar. Respekt. Prej këtij rrëfimit tonë në shtinë e fellë me mendu edhe zakonisht karakteret e liderit edhe karakteret e njerëzve që dojnë me mri larg, dojnë me mri nalt, nuk janë ata që rriten në kushte komode, po janë ata që përjetojnë skajshmërinë edhe prej skajshmërisë se krijojnë motivimin për më ngjit nalt. Momenti jetë kulmor, besoj në karrierë, të shpërbly ma vonë, është titulli i kampionit që duhet të ishte ndoshta pjesa më e ndryshme e karrierës tonë kur e ke ngrit trofeun e Superligës me Vushtrinë. Mi shpjego pak emocionet e asaj periudhe. Se tash prej kësaj sa ke sakrifiku për me qëndru të Vushtria te titulli i kampionit të Superligës, besoj është ngjitja në kul. Normal, diskutohet. Në atë kohë unë e ceka dhe merret kom pas shumë vështirësi edhe gjatë karrierës e kom pas një karrierë jashtëzakonisht të vështirë, se jam përballu edhe me lëndime, ballafaqu edhe kur na bëu kampion gjysmë sezonën e dytë kemi qenë fazë përjetore në Shqipëni me trenerin Ismet që shfrytëzorasin edhe me përshëndet, ka dhënë shumë për Vushtrinë. Ajo gjenerat diskutohet për trenerin Ismet. Kur nuk harre ka ke gladiatorë. Ajo kun edhe është ale legjende në Vushtri. E ka një vend jashtëzakonshëm. Edhe e kom pas një lëndim me Partizanin në Shqipëni lojmisore, Nyvin e pata dëmtu. Prej atij momenti nuk mujt shumë me dhon kontribut sezonën e dytë me Vushtrinë. Mirë po kom qenë afër ekipës, edhe ajo ndjenja si fëmijë unë për me arrit atë qëllim më bë kampion është diçka që nuk po shkruhet. Po me bë dallimin kampion edhe si vjet inkuadrimin Super League, ti je i bindur, po folim me sinqeritet, më shumë më kënaq që inkuadrim Super League si vjet se kampion kur na bë. Ti je i bindur. Pse? Sepse kena dhënë shumë. Diskutohet edhe ajo ku ka qenë kur kena pas probleme financiare. Po, është vërtet. Amo si vet ambicjet, dëshira, djem që kanë udhtu. Tash do të më qenë realist, unë jam pjesë e Vushtrisë edhe ndoshta ata djem nuk i kanë bësh Vushtrisë asgjë me ardh, një vit me dhon kontribut. Unë jam fëmijë e atij qyteti edhe të paktën unë kam shumë më arsyetuese po voj për vendin tim. Ama ata djem kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Çdo ditë me ardh në servit në Vushtri edhe më kthy. Unë të paktën jam kom servit në Vushtri edhe më në shtëpitem. Ata kanë kthy në përshpjet ty në Ferizajin, ku thojnë në për Deçan, ka pas djem prej Shkupit që kanë ardhur. Kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, po pse kena për mua është e veçantë ky vit, pasi që unë para 3 vite kam u babën tem. Mas një vite ka ndodhur Axha jam ka ndrujet, pastaj vllau Erioni edhe kjo histori mrena 3 vite ran, më ka ballafaqu me situata që nuk kisha as me paramendu që më ndodh. Edhe diskutohet lidhja me Zotin na ka bu pak a shumë më majt, po kjo histori, këto ambicie, se unë e kom pas një rast me babën tem edhe se 6 vite e kem pas prioritet synim më këtin Super League. Edhe mas çdo dështimi, çdo vit edhe që sjeni për këtë punë. Po ta dho fjalën desha unë e kom në Super League. Po ta dho fjalën apo kupton, edhe ai ndrojet nuk u kon e lehtë, se unë babën tem e diele ka qenë kom varrose edhe mas një javë të shtunë ne kemi pas ndeshën kampionat edhe jam shku edhe kem fillu, domethënë nuk është e lehtë, sepse shumica e marrin si shembull profesionistat jashtë. Na e kemi pak më vështirë. Sepse unë shembull unë prej shtëpisë me babë, me nonë, me familje ku jetoj dal ndeshje. Profesionistat jashtë ka me vite që rrin larg familjeve dhe është pak më e lehtë me menaxhu. Po. Edhe kjo ka qenë njëra prej arsyeve që kom gjetë motive dhe sidomos rasti i Erionit është rast që na ka bëu një, sepse na ka ndodhur mbrana vija në fush aty edhe nuk u konë lehtë me vazhdu se shumica menojnë se hajtë se futbollistat nuk e kanë pas jetën e lehtë. Sepse na çdo ditë do të më luftu
për me arrit diçka. Çdo ditë. A mund të themi që Erioni është kthy një farloj motivimi për krejt ekipin e Vushtrrisë për me qu misionin deri në fund inkuadrimit Super League? Pa diskutim se po. Erioni ka qenë çat folën për Erionin, për djalë, për futbollist, e din këtë opinioni se kanë pas rastin edhe me punu shumica e klubeve me to, por na e kemi pas për një kohë shkurt në Vushtrri dhe për çat kohë shkurt kalon shumë përshtypje të mirë, saqë edhe tifozët janë fascinuar prej tij edhe rasti ti kur ka ndodhur na ka bëu më lidh qytetin me lejtar. Edhe pse vitin e dytë, masi ka ndruar Erioni, shumica e djemve janë ndrru, po edhe djem që kanë ardhur e kanë kuptuar rëndësinë e tij. E kanë kuptuar rëndësinë e tij. E kena ditë që e kena pas një mision, një qëllim, edhe njëri prej neve aty e ka dhënë edhe jetën marana vija. Kjo ka qenë njëna prej motivit shtesë që na jemi bën të bashkuar dhe kemi arritur këtë qëllim. E pas që e keni dërguar edhe trofeun te varri i tij. Po. Sa ka emocionuese? Më të kallë drejt bollë shumë valla. Unë zakonisht mënona jam një njeri, mënona me mojt emocionet, po Erionin se është edhe në moshë me vëllain tem të vogël edhe e kom konsideru si vëllain tem. Edhe nuk të rrej sa herë e kom kujtu që si më ndodh te vllai jam ai rast. Kështu që nuk është rast i lehtë hiç. Edhe pse apshe po kalojnë vjet, po aja le është në kujtime, është në zemrat tona. Rasti i Erionit tham është kthy në motivim, po ju e keni pas edhe një po e quajmë pengesë në thojza që pjesa më e madhe e futbollistëve ose krejt futbollistë në pjesë të madhe të kampionatit nuk kanë marrë paga. Çka e mban futbollistin kaq të motivuar edhe me arrit me shty qëllim, me arrit qëllimin kur financiarisht është zero? Po. Më të kallëzu drejt te na në futboll të Kosovës, po them 90% se min 95% janë që më varën për i kontratës futbollit të Kosovës. Na nuk mënë me rajt, nuk mënë me mshef për këtë rast. Se s'ki pun tjetër, nuk kem çka bën tjetër. Pas një punë tjetër, edhe nëse kam një punë tjetër, do të them futbollin e lë anash. E nëse e lëm futbollin anash, nuk mund të më arrit një sukses të tillë. Çka na ka bën neve, më të kallëzu drejt, kemi qenë sinqert njëri me tjetrin. Nuk është që kemi pas probleme na në gjysmë sezonës, na kemi pas probleme prej fillimit të sezonit, prej se kemi filluar. Sepse na vën ndru kryesia, pastaj po vjen kjo kryesi, po vjen çka po bëhet ku vendi, edhe ka ardhur kryesia e re, ka gjetë klubin me disa probleme, ajo diskutohet me dokumentacione, me këto që nuk kisha dashur me i shumë. Po, se edhe është çështje, po më thoj, çështja e kapitenit është pjesa në fush. Po, ama sa i përket ekipës, na jena sinqert. Tash do të më kon realist, edhe stafi me lejtar. Mirë, po edhe lejtarët me shikues, çka na ka mojt neve, më të kallëzu drejt, na kanë mojt tifos. Na ka mojt tifos, tash do na më shpreh. Tifos forca do na më shpreh edhe në mënyrë financiare na kanë ndajt ofër. Ju kanë ndihmuar edhe financiarisht? Edhe financiarisht na kanë ndihmuar tifos në çdo aspekt, nëse na e kemi pas një derë ku kemi kërkuar diçka, e kemi pas ata. Respekt. Edhe unë ata djem i falenderoj, shfrytëzoj mi falenderu sepse shumica prej tyre nuk janë pse kanë ai biznes, ai diçka, janë djem që punojnë për një rrugë të Kosovës. Edhe t'jeni të bindën që gjysën e kësaj rrugës të vet që kanë familje e kanë nda me neve. Kështu që kjo na ka bu, na me kon të lidht edhe me ditë se prej kujt po vina dhe kënë e kemi ofër, apo kupton. Edhe po besoj që kjo lidhja staf, trener, tifoz u kon qesi suksesit. Po ta lexoj një mesazh. Po më shkruan Arben Zeqiri, është futbollisti e një. Po. Po thot, po e dëgjoj me lot në sy rrëfimin e Dautit. Urime për suksesin me ekipin edhe suksesin në Super League. Tregimi i tij se si ka arrit ta realizojë ëndrrën për të bërë futbollist është unik, sidomos fakti që ka punuar me Kolis në treg për ta realizuar ëndrrën. Kemi patur edhe unë e gjenerata ime të tilla sfida, mungesa, patikash për lojë etj. Përshëndetje për qafime nga unë për të dy dhe edhe dëgjuesit e radios suaj. Faleminderit vëllai shumë. Mo unë bënë e krenar që mas pari tregove në emision të one një është era e parë, rrëfim që besoj ka me konë për shumë njerëz motivim, se ndryshë rritën gjeneratat sot, ndryshë rritë njerëzit me një periudhë tjetër. Po du më nalë pak të një segment tjetër, po du me ditë cili ka qenë
Te Erioni kuptohet, nuk diskutohet që ka qenë momenti i vështirë, po për pos Erioni, cili ka qenë momenti më i vështirë në karrierë me Vushtrin? Diçka që ke përjetuar anë? Momenti më i vështirë që kam përjetuar anë ka qenë rasti me vllahun tem dytë. Edhe 2 raste i kam të vështira, më të kallëzu drejt. Me Vushtrin. Një e kam me vllahun se kem pas ndeshje me Trepçën Mitrovice dhe tifoz qysh janë mes veti forca me Torcidën, me probleme me kësi gjeste dhe e kanë pas qëllu me gurje, nuk e di me qka. Edhe mas ndeshje më kam pas në telefon se është në spital edhe kur më pas shku në spital thuja gjendje shokdhome ka qenë. Edhe ky ka qenë rasti ma i vështirë, po i dyti ka qenë në vitin 2021. Baba im i ndjerë, se unë e kom pas para çdo ndeshje, principi kom jam vetit, nëse kam pas ndeshjen dillën, në shtunën nuk kam dalë për shtëpi hiç. Ja kom bo vetit si lloj karantine me familjen. Po, diskutohet. Edhe e kem pas ndeshjen shtunën me Rami Sadikun, për mu bo kampion vjeshtor. Premte ka qenë ajo ditë, baba im i ndjerë ka qenë me shoqën edhe me vajzën 2 muaj te motra ime në Fushë Kosovë, edhe duke u kthyer më thirr në telefon në orën 9 diçka. Edhe më thot kom bo për djallë ndeshje, jam në Miloshev, edhe ma nol telefon. Edhe në ato momentet si një prend shok. 2 muaj vajzën edhe met ka shkojnë baba, shoqja, vajza, edhe shkoj të ngoja marqesën e kire djallit Togjës. Edhe në atë moment ka qenë shi, edhe unë tu gut me shku me mrisës desha as ku po shkoj. Edhe para hotel Amazonës kum pas bo ndeshje edhe une. Kem rotullu me kerr edhe veç zoti edhe në qysh kemi pështu edhe për mira ma shkurt prej aty e nale një kerr i djallë migjës lëm, amone une në regull. Edhe nale një kerr, po du me shku veç dhe i Miloshevër se kom një rast qështu. O marën të djemë 3 aty o mlojnë, kur shkoj kerrë jam i babës tem lëm. Baba em një qysh i ullën e kish dhezën cigare edhe kajke për rasën që i kish ndodhë. Nuk kishe shak kërkon as shoqën, as vajzën, zisha qa ku janë as. Edhe, kër e kom pa aty, se kom pak emocion, se baba em ka qenë burr me kuptimin e fjallë, shumë se na ka mojt si familje të lidhë, dhe me thonë fisin e ma gjënve, aj na ka mojt lidhë, aj na ka bo me moni shumë të lidhë njoni me zveti, edhe kusheret na nuk i konsiderojmë si të largë, apo kuptan, na djallë miqës e konsiderojmë, po shumë e konsiderojmë shumë të afërm. Krejt merit e ti është. Edhe kër e kom pas patu qajt, mirin a bre djallë, tha, kena pështu, tha veç, one. Se unë e një ke vetën si fajtor se aj ka bu aksident. Edhe ambulanta kish marrë vajzën edhe shoqën në spital, në emergjencë. Po, kerrë lëm, shoqja në kerrë, asë një dëmtim, baba asë një dëmtim, vajza 2 muaj, asë nuk ka qenë e lidhën, tash më të kallëzu drejt. Qysh janë ato maksikozat ato edhe asë një pik dëmtimi vajza. Edhe kjo është mrekullia e Zotit. Edhe me ato tu mirë me në spital, me stacion policisë, me kerrën vetur, me pru deri në 4 kam qenë tu mirë me qëto probleme. Edhe neset e keshëm ndeshën me Rami Sadikun këtu. Për ku për më bo kampion vjeshtor. Tash nesrit më ngjes, unë s'kisha flet hiç, 2 orë gjumë. Nesrit më ngjes, më ju kallëzu djemve, thesha veç i demotivaj. Kapiteni. Mos më ju kallëzu, s'desha s'ka me bo. Edhe mora vendim mos me kallëzu kur gjë. 90 minuta kum lu, nuk kum dit as ç'sh kum lu. Nuk di ç'sh kum lu. 2 minuta të fundit kanë qenë 4 minuta shtesë, kur sa rre, 4 minuta shtesë kanë qenë. Nëse fitojshëm na u bëheshëm kampion vjeshtor me Ferizaj në shtyshëm. Edhe një moment orë një litor Rami Sadikut, se di qysh, nashta unë kom ofendu se jam kun jashtë kontrollës. Ndashta apëtin, edhe se di diçka më ka bëu, sën fiton ti kur këto. Ai momentum ka kfill. Sën fiton thash unë tash të vitoj. Po të bëj unë ju kom lut Zotit pa pas hiç fëmijë, pa pas hiç kontakt me shoqën, ju kom lut Zotit ma fal një çik, edhe ma ka plotsu Zoti dëshirën, Elifin e kam çik edhe inshallah ka jetë gjatë. Faleminderit shumë edhe në atë momentin çik po të bëj bekum pas bu kom të mujt tash, çfarë tash kom të mujt. Kanë qenë momente ato ndoshta edhe emocion, po minutën 94 kom jap goll. Edhe na shpoll kampion vjeshtor me Rami Sadikun. Dhe me thonë mas loja unë kom fillu me lot, ata mendojnë që po koj prej gëzimit që fitum.
s'kish bëj heq me gëzim që vitum. Unë çojsha për gjithë atë curi që më kish ndodhur mu mrena natës, ata djem mas 24 orë. Edhe pja vetë në djem edhe orë nuk ka mos po gëzona për Vitoria, por pja kallëzoj historinë. Kur ja kallëzoj historinë. Shfryzëro bashkim shala e dëm pasou ma kujtimi këta me lët të kojt me mu. Në fush. E lam lojën ato tu çojt. E çka ku momenti më i vështirë që kom pas në moshë kështu. Edhe kur jemi ka fundi, po du me marrë veç një vlerësim në fund për dy personazhet që edhe ata njëjtë si ju kanë udhëheq vështrinë në këtë periudhë, Armend Dallkun edhe Luzin. Profa Armend, unë i them shefi Armend dhe profa Luz kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, edhe Agoni edhe trajneri Renar Xhema. Stafi tyne e kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, tash duhet me qenë realist. Ata edhe janë rrit një frymë profesionale atje. Trajneri Armend ka qenë me vite në Ukrainë. Trajneri Luz profa ka në Itali, thuja gjysën e jetës e ka pasë në Itali, ai njeri ka ditë më na menaxhu situatën shumë mirë, për nga ana e stërvitit nuk do të diskutim. Po janë njerëz që kanë njohuri jashtëzakonshme për futbollin. Unë po them ndoshta edhe karriera e tyre profesionale që e kanë pas atje, din me marrë vendime ku do, din me reagu ku do. Të diskutohet, ky vetë nuk ka qenë i lehtë për ta heq, për gjithë neve, po për ta ka mujt me qenë edhe pak më e vështirë, sepse ndryshe është me menaxhu një grup lojtarëve prej 30 vetëve me disa probleme. Kështu që shfrytëzoj rastin mi falenderu për kontributin, për punën që kanë bërë për klubin e Vushtrës. Unë të uroj shumë suksese ty edhe ekipit në Super League. Uroj fillimisht që rahatohet, stabilizohet klubi se është nevojshme edhe për ligën, po edhe për vetë qytetin, se është simbol i një venit. E përmend edhe te që qindra mira tifozë kanë përkrahur vazhdimisht, kanë qenë gjendje edhe me financu vetë klubin për me mos më unal. Kështu që uroj që stabilizohet Vushtrria se një Vushtri stabile në vujtjet Super Ligës. Edhe uroj që ju ecë mirë në Super Ligë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për rrëfimin, Nina shumë i vlerësuar. Faleminderit, faleminderit. Ishte kënaqësi.